Mbrëmja e së shtunës bëri bashkë socialistë e qarkut Gjirokastër për të festuar 35 vjetorin e kësaj force politike. Ceremonia u zhvillua në drejtimin e ministres Mirela Kumbaro, njëkohësisht drejtuese politike e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër dhe sekretarit të përgjithshëm të Partisë Socialiste Blendi Klosi. Kumbaro në këtë 35 vjetor vlerësoi kontributin e themeluesve dhe të gjithë atyre që kanë qenë pjesë e rrugëtimit të kësaj force politike ndër vite, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së vlerave dhe parimeve mbi të cilat ngrit Partia Socialiste. Ajo theksoi se ky përvjetor shërben jo vetëm për të nderuar të shkuarën, por edhe për të reflektuar mbi përgjegjësitë dhe sfidat që sjell e ardhmja. Qarku i Gjirokastrës ka sot shumë arsye për ta festuar në kuptimin e vërtetë të fjalës 35 vjetorin e krijimit të forcës politike që ka sjell zhvillim të forcës politike që ka bërë historinë e këtij vendi nga viti 1991 e deri sot. Kemi shumë arsye këtu në Gjirokastër sepse të gjitha betejat tona elektorale, por sidomos betejat tona për zhvillim, për mirëqenie, për qytetin, për fshatin, për banorët, kanë qenë beteja shkollë. E them këtë edhe në emrin tim personal. Sa do shkollat bësh në jetë, sa do universitetet ke shkaluar, nuk ka shkollë dhe universitet më të fortë, më të qëndrueshëm se sa atje ku ke rrënjët. Dhe unë jetën time politike si antare e Partisë Socialiste e kam nisur këtu në qarkun e Gjirokastrës, ku ata që sot janë profesorët e Partisë Socialiste kanë qenë mësuesit dhe janë mësuesit e mi. Ku ata që janë sot aktiv në Partisë Socialiste kanë qenë dhe janë shokët edhe shoqet, koleget dhe kolegët në këtë familje që rritet dhe rritet dhe rritet. Nuk e mendonin që 35 vjetori i forcës politike do ta gjente familjen tonë politike në mandatin e 4 të qeverisjes me 83 vota në kuvendin e Shqipërisë dhe me angazhimin që po mbahet dhe konkretizohet çdo ditë të antarësimit të Shqipërisë në familjen europiane. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi deklaroi se Partia Socialiste ka një kontratë me shqiptarët dhe do të vazhdojë të ecë përpara. Në 35 vjetorin ton ne vim me shumë detyra të realizuara. Dhe gjë më kryesore, jemi kaq pranë integrimin në Bashkimin Evropian. Jemi kaq pranë realizimit të një ëndre të madhe të themeluesve tanë, atë ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Dhe ja ku jemi sot, krah për krah, me të gjithë vendet në aleancën përsëri, në atë aleancë fituese, në aleancën e të mirës botërore. Jemi sot padyshim me problematika tona, me gabimet tona, por ama krenar, se mund të themi me plot gojën, ne vazhdojmë të shërbejmë Shqipërisë. Përshëndetën dhe uruan Partinë Socialiste në këtë përvjetore dhe deputetët e qarkut Tërmet Peçi e Pirodhima, si dhe kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi. Do të ndalem këtu për të shprehur gjithë kontributin dhe vlerat e atyre burrave dhe grave që kanë themeluar Partinë Socialiste në 91-shin. Dhe më lejoni me përvëllësi të shpreh mirënjohjen time të thellë, jo time por dhe tuajën, që jo vetëm e themeluan, jo vetëm e forcuan, por ditën ta menaxhojnë dhe në ditët më të vështira dhe ditën ta çojnë këtë forcë politike nga fitoria në fitore. Dhe dua të falenderoj gjithashtu dhe të gjithë miq, shok, dashamirës, simpatizant që e kanë mbështetur këtë forcë politike që është e vetmja forcë progresiste që jep vetëm fitore dhe e çon Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Jemi krenar për të gjithë këto vite që kanë kaluar në ndërtimin dhe modernizimin e Shqipërisë dhe jemi krenar gjithashtu dhe për liderin ton që kemi sot, Edi Ramën, i cili punon për të quar dhe jemi një hap larg derës Bashkimit Evropian. Partia Socialiste, kjo familje, është fituese, ka qenë fituese, patjetër në sajt e leadershipit,
të kryetarit Edi Rama, por dhe të aktivistëve edhe patronazhistëve, e marrin që të duash. Disa më kanë patronazhuar mua, ata që unë i kam mitë e mi, edhe profesorët e mi politik, por edhe atyre patronazhistëve që janë këtu në Gjirokastër dhe unë i falenderoj gjithë, sidomos patronazhistët e Partisë Socialiste të Bashkisë Gjirokastër. Gjatë këtij aktiviteti u vlerësuan me medaljen e artë edhe disa figura me kontribute të vyera në Partinë Socialiste, si Bashkim Fino, Ethem Ruka, Flamur Bime, Dhimo Panajoti, Flora Qavzezi, Sefer Shehu, Dashamir Kamberi, Alma Hoxha, Petrit Bregasi, Zylfo Çobani e Marian Thikoro. Ceremonia u ndërthur edhe me numrat artistik nga grupi popullor i Golik Jaupit dhe ansamblit Lunxhëria.